fal Zotit, fal dëshirës së Allahut, jam sot para jush. Para 3 ditësh u goditën në pabesi nga një atentat, të cilët më goditën 4 plumba. Por nuk ishte ajo asgjë, sepse pash se sa miq e shok e dashamir kam pas vete. Dua t'ju falenderoj nga zemra secilit një nga një, dhe dua t'ju them se do t'jem krelart dhe asnjëherë imposhtër. Dhe dua t'ju them se as plumbat s'ma kanë dalë rrugën asnjëherë dhe as friga nuk e ndalon drejtësinë. Nuk dua të merret shumë me atë punë sepse është e kaluar dhe nuk na pengon asgjë, të nderuar qytetar. Jam sonte para jush si prisi lisësh, ku bashkë me këtë ekip të mrekullueshëm që janë këtu prapan nesh, kemi marrë mbi supe atë që duhet komunën e Likovës ta dërgojmë aty ku e ka vendin. Pra, ne nuk jemi ndaluar asnjë ditë, pavarësisht pengesave, fjalëve apo goditje, punën në komunën tonë kanë shkuar ashtu siç duhet. Në 4 vite kemi sjellë ndryshime të vërteta, zhvillime që shifen, që preken dhe që ndihet në çdo lagje, në çdo fshat e në çdo familje shqiptare në komunën e Likovës.